أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Lavdit, falëndërimet, lartësimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falenderojmë për ti falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të begatta mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij besnik, familjes së tij të pastër dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, ne vetëm se kemi kaluar, domethënë pjesën më të madhe të Ramazanit, jemi afër 10-shit të fundit, pra iftari 20 fillon edhe i pari prej 10-shit të fundit nga netët e mëdha të Ramazanit. Elusim Allahun që Allahu ta ndihmon në vepra të mira, në namaznate, në lutje, et na i pranon Allahu xhallahu ala këtë Ramazan të regjistruar në regjistrin e veprave të mira. Do të vazhdojmë me lein Allahu te bareke ve teala që të flasim për moralin dhe sjelljet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në raport me kategori dhe klasë të ndryshme të njerëzve. Në ligjëratën e kaluar folëm për një kategori e cila përbën një numër të dendur të njerëzve, dhe ato janë kategoria e fukarave, e atyre që s'kan, atyre që janë nevojtar. E kështu me radhë, si sillej me ta Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse thamë se fukarat në shariatin Allahu te bareke ve teala janë ata të cilët domodin nuk e nxisin fukarallëkun. Domthonë nuk e shkaktojnë fukarallëkun, por fukarallëku jo vjen si pasojë e kaderit Allahu te bareke ve teala. Pjesa tjetër e klasës ekonomike është ajo e cila ka dhe zotron pasuri, janë pasanikat, janë zenginat, janë njerëz të cilët kanë komoditet ekonomik në aspektin financiar. Si sillen me këta njerëz pejgamberi alayhi salatu wassalam? Pasanikat të ndëruar vëllezër, para se të hyjmë, këtu pasanik nuk është kush veç më kanë milioner, apo që jo më njëherë ta përjashtojë dikush vetëm mbi këtu e thoje tamam, ne do të dëgjojmë dhe si është sill pejgamberi alayhi salatu wasallam me zenginat, mirë po unë jam zengin. Çka është zengin vëllezër? Zengin llogaritësh nëse ke për të një vjetëve. Zengin llogaritësh. Zengin llogaritësh nga se zengin lloku është raport relativ, jo raport i qëndrueshëm. Çfarë do të thonë raport relativ? Raport relativ do më thonë se nëse ti e ki ta supozojmë në rrogën 300 euro e dikush i merë 50 euro, ti e zengin mbi ta. Apo? Andaj, raporti relativ do më thonë ndryshon gjendja prej gjendjeve. Normal se ti e fukara, karshi ati i cili merë 5.000 euro. Mirë po, karshi këti i cili o më poshtë se ti e zengin mbi ta. Kështu e rënditi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam raportin e zenginave dhe edhe fukarave. Që i bije se kur dëgjosh për zenginat, do më thanë, ti në raport me ata që ka janë ma poshtë se ti, je zengin. E ata në raport që ka janë ma nalt, je fukara karshi e tërë, apo je në zengin në dozën të cënta ka thënë Allahu te bareke ve teala. Pse po e theksojmë këta vëllezër? Nga se shpesh njerëzit din ta tërheqin veten nga një kategori e caktuar e njerëzve. Edhe gjithmonë për shembull, e llogarit veten se unë s'jam pikë këtyre. Nëse e madhe zë për shembull, me standardet e sotshme, si vjet, domthon 85 ari gram për të dhënë zakatin nga ari pastër 24 karat, ka qenë diku 5.000 euro. Ka qenë diku 5.000 euro. Që i bie se shoqëria standard, jo të gjithë, por një numër i konsiderueshëm i njerëzve kanë kapital mbi 5.000 euro. Që i bie se shumë prej tyre llogaritën zengina, llogaritën të pasur. Fakti që ti jep zeqat, llogaritësh i pasur. Pra kjo është ajo që duhet ta kemi parasysh, megjithse ne e kemi përsynim në krye njerëz që kanë shumë. Njerëz që kanë shumë, domthonë kanë qindramia. Pejgamberi alayhi salatu wassalam të ndëruar vëllezër kishte një numër të konsiderueshëm të sahabeve të pasur, si Abu Bakri, si Uthmani, si Omeri, si Abdurrahman ibn Aufi, si Talha, e kështu me radhë prej sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilët ishin të pasur. Pasuria është faktori, kemi përmend për pasurinë kemi fol, tani do t'i sjellim vetëm rezumet.
Pasuria të ndëruar vëllezër është faktor kyç në jetën e njeriu. Pa parë zvahet kur gjë. Pa parë s'ka mundësi as namazi mu fal. Pa parë s'ka mundësi mu zhvillu jeta normale. Pa parë s'ka mundësi as çka ligjërati që e dëgjon me e dëgjue. Domthonë është dhon parë për me ne dëgjue. Andaj pejgamberi alayhis salam pasurinë e konsideron të shumë të vlefshme dhe nuk ja harron të kërkujna çka i ka ndihmuar me pasuri. Thot Allahu te bareke ve teala në surën An-Nisa ajeti 5 wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Thot Allahu te bareke ve teala e parët e juve mos ja jepni fëmijëve. Parët e juve mos ja jepni fëmijëve. Kan thënë dietarët ky ajet është bazë në vlerën e parës. Fakti që Allahu ja thot parët mos ja jep fëmijës me lut. Sepse pasuria, thot Allahu xhelalu ala, është qiyama. Ajo ju man kam juve. Mos me pas parë se rrin kam. Domthon mos me pas parë me blej bukën, me hangër bukën, se rrin kam. Domthon pa parë rrzohesh. Andaj thot Allahu xhelalu, ajo që ju man kam, mos luni me to. Mos ja jepni ju fëmijëve ato. Apo tha Allahu te bareke ve teala, por ju furnizoni ata. Ju furnizoni ata dhe veshni ata dhe folni fjalë të mira. Këtu ka ardhur në aspektin e jetimit. Nëse ka jetimi parë, ja ka lënë baba i vet, e ka me jetim, ata kujdestari i jetimit, nëse ai është i papjekur s'ja le parët, derisa të pjekët. Ku të pjekët i thotë këto janë parët e tua. Shiko Allahu që sa ka po parën të madhe, parën e vet se le me përdor. Pse? Se si e i pjekt. Ka mundësia harxhon dikon ku s'duhet. Andaj kjo është për asaj se ne ka përmend Allahu te bareke ve teala nga vlera e pasurisë. Gjithashtu thot Allahu xhelalu ala në surën Al-A'raf ayeti 26, ya bani Adam, o bijtë Ademit, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha. Thot Allahu te bareke ve teala, o bijtë Ademit, ne për juve kemi zbrit petka, mu vesh. Dhe kjo është pjesë e njeriu që e ka bëu Allahu xhelalu ala, njeri mu vesh. Por njeriu subhanallahu shpeshher në imitim të gabuar imiton kafshët edhe zhvishët. E i vetëmi është njeriu, vetëmja krijesë që në këtë univers vëllezër vishët dhe i shpetka që mos ta zbulojë trupin. E kafshët Allahu i ka lanë të zhveshura. E Allahu xhelalu ala thot, ne kemi bën nga kafshët turme si ju, që ju pastaj të krahasoni, sikur kur i thu dikujna mos e ngrit zanin si gomar. Apo e ka përmendur Allahu në Kur'an. Pse e thu si mos e ngrit zanin si gomar? Në çdo kafshë Allahu ka bënë tmet ti ruhesh mos ti ngjajsh atina. Por sot fatkeqësisht zhveshja s'u zhbë turp. A zhveshja e dini se është cilësia e këtë kafshëve? Zhveshja cilësia e krejta kafshëve. E si ka mundsi njeriu mu zhvesh? Dhe sot është mod, art. A dini se paguhen njerëzit? Paguhen. Sot paguhet, lexojsha sa paguhen me qindra mijë deri miliona nëse një gruaje zhveshet komplet e zhveshur. Paguhen, i thënë apo deltin foto, na të paguajna 1 milion euro. Kjo vëzëri shikoj njeriu, kjo njerëz janë ata, njerëz janë. I përkatësohen shpeshherë krishterëve, i përkatësohen shpeshherë demokracisë, laicitetit dhe kështu me radhë. Andaj thot Allahu xhelalu, o ju bijtë Ademit, ju kemi zbrit tesha, veshuni dhe ju kemi zbrit rishe. Rishe kanë dhënë dietarët parë. Përdorni për të mirë. Pastaj Allahu te bareke ve teala thot, "Wa libasu taqwa zalika khair." E petku më i mirë që ka mund ta veshni është devotshmëria. Pra, më mirë se me devotshmëri që menaxhon para s'ka. Andaj pasuria të ndëruar se ka shumë ajete tani mos ndalemi me ajete të shumta sot kanë ardhur për vlerën e pasurisë. Nga se tani nuk kemi te vlera e pasurisë, po te trajtimi me Muhamedit alayhis salam me të pasurit. Po që dikush mos mendojë se tani te fukarat atje krijohet një farë ndjesie që njëri mirë kanë më kon fukara. Jo. Pejgamberi alayhis salam dostat më të mirë i ka pas zënginat. Domthon pejgamberi ka nimu fukarave, ajo këtë rregull. Por dostat më të mirë i ka pas zënginat. Pse? Se zënginë ka nimu. Zënginë ka nimu. Sikur ka qenë Abu Bekri dhe Uthmani, sot do përmend me lein Allahu te bareke ve teala. Në vlerën e pasurisë ka ardhur nga Sufjan al-Thauri. Sufjan al-Thauri të ndëruar vëzër është imam i muslimanëve. Ka jetuar në kohën e parë të muslimanëve pas sahabëve të pejgamberit alayhis salam. Duke e bë balancin, ekuilibrin mes fukarallokut edhe
Zengillokut ka thonë kështu, që unë të vdes, e ti la 10.000 dirhem, 10.000 dirhem. Dirhemi të ndëruar vëllezër, në atë kohë u kanë monedhë si lira e argjendit. Do më dhanë 10.000 dirhem, këtu i bije 100.000 euro. Ka thonë që të la unë 10.000 dirhem trashëgimi të ata që kam trashëgojnë, për të cilat ka me morë Allahun hesap, është ma e dashur të une se une me e zgatë dorën. Kjo është vlera e pasurisë. Të ulemat ka qenë ma mirë la pasuri, Allahu merë në hesap për atë pasuri, halal normal, ma mirë se sa me e zgatë njëzve dorën. O të Allahu Gjelluala ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, dora e lartë është ma e mirë se sa dora e ulët. Kjo ajo se e kam përmendë dietarët në çështjen e pasurisë, në vlerën që ka ardhur nga fjalët dhe domthon perceptimet e imamëve të muslimanëve. Si sillej Muhamedi alayhi salatu wassalam me pasanikat, me zenginat. Kishin një trajtim shumë të veçantë. Në rastin që e përmenda, domthon kur pejgamberi alayhi salatu wassalam i vije Ebu Bekri dhe pastaj i vije Omeri kur janë në rrok, edhe i thot Ebu Bekri Sidiku, ja Rasulullah, e kum nervozu Omerin, e aj s'ma bani halal, e i tha për nësëm, Allahu ta fal ti o Ebu Bekr 3 herë. Është një shtesë të cilën do ta përmendmi, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam apo çka i tha? Tha, o Omer, mos më nervozo Ebu Bekrin, se Ebu Bekri mua m'ka besu i pari kur ti s'm ke besue, dhe m'ka nimu me pare kur ti s'm ke nimue. Kjo m'ka nimu me pare kur ti s'm ke nimue, çfarë do të thonë? Do të thonë vlera e pasurisë. E tregon Ebi Hurajra radhiyallahu an, hadith që ka nxjerrë Imam Tirmidhiu, thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk kam pas hajër dhe dobi dhe lëvërdi pi ndonjë pasurie si pasuria që më ka bë hajër e Ebu Bekr Sidikut. E kur e ka kallzu këta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekr Sidiku ka nis me kajt. Edhe i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah. I ka thënë, ja Rasulullah, se për nësëm ja ka përmenë si lëvëri, shumë këmë basë kajrë për parës e Ebu Bekrit, më ka nimu shumë me Ebu Bekri me parët e veta. Ka thënë alayhi salatu wassalam, duke e qmuar, Ebu Bekri ka nisë me kajtë, ka thënë, ja Rasulullah, jo parët, unë e komplet, jam kiti juti, jo parët, nuk batë më abeti pareve, unë e komplet, leke ja Rasulullah, i juti jam ja Rasulullah, qka të dush ban me muhe, por dorëm kur dush, vendosëm shërbim kur dush. Kjo ka qenë dashnia e Abu Bakr Sidikut. Shiko ki pasanik, sot shohin pasanika, i qojnë hund, por pjetë. Nuk dojnë meni për Kur'an, zojnë meni për hadith, zojnë meni për menimu islamin, se sa janë pasanik. E pasanik, nëse do mu kanë pasanik i vërtet, banu si Abu Bakr Sidikut. Dërzoju Allahu dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam. Apo dërzoju Allahu, shiko tha, ja Rasulullah, unë jam i joti komplet, jo parët, komplet jam i joti. Kështu ishin sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A dhe thot Imam Newawiu, kjo është maja e edebit nga Abu Bakr Sidiku në praninë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra sikur ka dashur mi thonë, ja Rasulullah, unë atë çka të nimoj, nuk du muranuti. Ti do më thush që apo na ja dina këtina, hiç mos urano për këtë punë, se unë komplet i joti jam. Ai çka komplet i joti, s'ki nevojë me i than se të kum nimue apo na ka nimue e kështu me radhë. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam e çmonte zenginin musliman, i cili e don Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam duke lavdruar Abu Bakr Siddiqun, ka ndodhur ngjarja e hijretit. E ngjarja e hijretit ka disa premtimeve, e para prej tyre ndihma e Abu Bakr Siddiqut me pasurinë e vet, edhe tjetra vlera e pasurisë vetvetes që do ta shohim tek konteksti i caktuar. Tregon Aisha se pejgamberi alayhi salatu wassalam vinte shpesh te na. Apo andaj thot Aisha, unë e kum njoh pejgamberin se ka pas burr, dhe këto vëzhgjet kur e cekmi Aishën, po shohim shpesh në komente njerëz pa cip, pa besimtar, që e folën gjuhën tonë, na shkruajnë komente, fjalë liga për Muhamedit dhe Aishën radhiyallahu anha. Njerëzit nuk e dim na kush u qëndron pas atyre, mirë po e ofendojnë Aishën radhiyallahu anha.
dhe e ofendojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se ai ka qenë plakë e ka martu të reja. Qa nuk po du mu morë me ta vëllezër, po du mu morë me neve, me vetën. Ki kujdes zemrën tane, ki kujdes grujën tane, ki kujdes e vladin tane. Mos t'i hinë dhe një dyshim e të shkatrohet. Apo, nëse sot jena mundësin, kjo mundësia është me lexu shkas lexon këtu. Ka mundësi lexon diçka dhe thu valla mirë kana dhe kjo s'pa shkujt pa leçka. Shkon imani. Apo, neve na shkruajnë shpesh. Pse e ka martu Aishën, pse se ka martu Aishën që ka vjet e kështu me radhë. Kujdes, shkon imani del ba qafir të Allahu te bareke ve teala. Atë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu I fut qafira në zjarr dhe thot la ubali. S'm intereson. Apo, s'm intereson. Se ka mohuar. Atë sot po shohin domthon një arrogancë të madhe me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shikoni zot, vallahi, presidentat tutën me përmend Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Presidentat. Apo ministra ju zhvillat mëllojt të Amerikanëve, e të Rusëve, por tutën me përmenë, se në problema me përmenë, me cënim, rëtullohet vota ketë, e dalin njërës pacip, apo, a ki po njëzit që munohet më po ma shka se shkavi, edhe I madhi thotë, ka dale, jo qështu, se ki e merë me hujum, andaj luspi Allahu që Allahu t'i ruan zemrat tona, mos menojnë keq për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku shemi ne vëllezër. Allah e ka bo Muhammed sa Resul I dërguar I Allah. Shart me inë xhenet e kije, ti tash me shku atje, pse e ka mërtu kur ka qenë që ka gjvet ajo. Arabët si kanë thënë, ne I thojna. Apo arabët si kanë thënë, ne I thojna. Mirë po, mizoria dhe arroganca edhe idiotizmi të njerëz kam rinë kulmin. Tregon Aisha, thot nuk ka qenë zakon pejgamberi me ardh ndrejk. Jo se përmend ndrejk, ka qenë domthon kjo ardh zorkije. Edhe thot erdh ishte kohë vap. Thot edhe erdh shpejt e pejgamberi te Abu Bekri, te baba jon, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe I tha pejgamberi alaihi salatu wasalam, largoj shtëpisë këtu. Domthon ndom du më kanë vet. Unë e ti du me fol diçka shumë serioze. Atëri ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bekri ka thënë ja Rasulullah, inma huma ibnatay, ka thënë këto janë dy çikat e mia. Ka thënë Aisha dhe Esmaja, shliri Rasulullah, fol, mos u shqetëso se këto janë sigurone. E tash këtu ka shumë dobi, dhe se ka përmendim në Haxhës Kalani me 10 dobi. A jemi na të sigurt me vllatë tonë? Çka fëmijë kanë qenë, dhe s'kan kallzu kërkojnë. A ka 100.000 euro, 100 deve me ezan kokën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Para më pas hik fjala. Valla që këne I shkun. Apo I ka thonë Abu Bekri, fal ja Rasulullah, fal. Na me burra sunë ma sekretin. Ai thot fal o jo, fal. E pastaj në Facebook share. Jo për privat, për njerëzit si çka bën. Apo flasin burr me burr, pastaj thot ma nxjerrë sekretin. Andaj arabi çka tha? S'është sekret ajo që I ka thënë dikujt. Po zani bestiku që e di që si mi kallzu ati, sikur me elan best Allahu xhellu ala. Çka I tha Abu Bekri? Fol ja Rasulullah. Fol se këto janë dy çikat e mia, rri rahat. Atëra I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha o Abu Bekr, më ka dhënë Allahu leje me dal pi këtu. Me dal në Medinë. Atëra I tha Abu Bekr Sidiku, shoqërimin tan ja Rasulullah. Ma mundso me të shoqërua. Apo? Atëra I tha po, do të më shoqërosh. Pastaj I tha Abu Bekr Sidiku, ja Rasulullah, I kam 2 deve. I kam bo hazër për qësi dite. I kam bo gati. E tash për qësi dite qka I bjo vëzër? Dhe më në përbëkër e si ti kur si kër e ka ditë se dita ditës për jo nësëm largohet për këto. Së mundet me ne qështu. Thot I kam bo hazër për këtë ditja Rasulullah. Nja për ti, nja për muë. Hazër. Dhe shiko për jo nësëm ku ka shku të përbëkër e si ti ku. Pse s'ka shku të tjerët? Se si kur shpirtin e njën se që kime masos punën. Apo? Atëri ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, po ta marr devën ama me pare, du me bleje. E dietar kanë thonë pse I ka thonë du me bleje? Do shitma, si dush. Kanë thonë dietar megjithse pejgamberi alayhi salatu wasalam shumë ka marr parë prej Abu Bekrit për me ndihmu fen Allahu xhelalu ala. Në këtë rast pse nuk I ka marr? Ka dashur të shkruhet hijreti me parët e veta, se kjo përsëritet më. Do një herë emigron prej Mekës Medinë. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam I ka mësuar shokët e vet që askush mos shkojnë Mekë me jetu më.
Në të vene këtu se e ka shluat ven mu. A dhe ka thonë bi themen me pare, du me tableje. Atëheri ka thonë Ebu Bekr Siddiku, jo ja Rasulullah, mere se unë po të ja, po shtë joti. Mere, nuk po duhe me mor pare për tyje. Ka thonë jo, pos me mashit, qatë se e ke ble. Pos me mashit, qatë se e ka ble. Atëheri kur ka insistue, i ka thonë alayhi salatu selam, i ka thonë Ebu Bekri, po ja Rasulullah, mere me çmimin çka e kam bleje. Kjo çka argumenton dhe zot. Pastaj janë nis. Do e dini gjallë, tash mos im detale shumë. Janë nis Esmaja e ka quë bukën e derisa e largue, e Aisha e ka kontrollue shtëpinë, e kanë përcjell gjendjen komplet me Aliun e ka angazhue. Kjo çka argumenton dhe zot se krejt shtëpia Abu Bakr Sidikut të mobilizuar si ushtar për bindjen ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E para dhe zot kanë dhënë dietar pejgamberi alayhi salatu selam çto lëvizje, s'ka mujt i bo pa pare. Andaj tha kur s'ja kom pa hajri dëni pasurije se që pasurije Abu Bekri. Shiko? O dhe të që ki rast, pi që ti rastit, historia ka ndruhe. Pi që ti rastit i e boti musliman. Pi që ti rastit dunjaja së me këthen më kur ti moni nga anë tjetër. Dhe më prej se ka bo për mësam hijret, sot jemi 1443 të hijrit, Ramazan. 1443 shtes 13 të Mekës. Pi që ti momentit kur ka nis që do më thonë janë bo sot 1443 Ramazan vjet, apo sa orvatjet janë mba për me nru historinë zdrona jo. Vlerën e kësaj ka Abu Bakr Siddiku, që ja ka dhanë parët e veta me ndihmu Muhamedi alayhi salatu selam. Dhe tjetra kanë dhanë dietarët, shiko vlera pasurisë, tha alayhi salatu selam, shitma, s'du me mor pa pare. Apo, atë kjo është, të njeri nuk duhet me mor, dikush ka lakmi, bje ma atë e bje ma ketë. Munoju pak disa gjëra me arrit vetë, me mundin tanë, me punën tane. Bëje jetën tane që ti t'jesh pak i lartë, si bëhat kjo duke me pru. Apo, kër mundën njeri vetëm, me shku me atë tjetërën, fukarat për një moj kanë musliman. Po, ama, shiko fukarat përmenën Kur'an, ama Abu Bekri përmenën me emën. E të dalimi Allahu Gjelluara e përmeni se Allahu i donë fukarat e muhajirave, edhe ishtin gjenet gjimzdite 500 vjet para zënginave. Me gjitha ta Abu Bekri u përjashtu për kësaj, hinim para fukarave. Sepse zëngin edhe robi Zotit s'ka ma mirë. Andaj pejgamberi alayhi salatu selam ka thënë hadith, s'ka pare më e mirë se të një rob i mirë. S'ka pare më e mirë se të një rob i mirë. Kjo është prej vlerave që ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu tregon Enes ibn Malik për vlerën e pasurisë, një ngjarje që ka ndodhur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur ka zbrit, thot Enes ibn Malik, kur ka zbrit fjalë Allahu xhellu ala në surën Ali Imran, lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kur ka zbrit fjalë Allahu xhellu ala surën Ali Imran ajeti 92, s'do ta arrini xhenetin, mirësinë, imanin e plot derisa ta jepni çat çka e doni. E ka qeni sahabi, e ka pas emrin Zeid ibn Sahel. Zeid ibn Sahel i njohur me Ebu Talha. E ka pas emrin Ebu Talha. E ka pas një baqe të madhe, të mbushura me palma. Të mbushura me palma, e ka pas emrin Bejruha. Ka pas në ta edhe uj, edhe bunar, edhe hur me palme, e pasur shumë, edhe e ka dash shumë. Sa që i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, kur dushin këto, merr çka dush, pe, ha, je i lirë. Apo rri, edhe thot Enes ibn Malik, shpesh pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam e falte namazin, edhe shkon të rrinte pak baqen e Abu Talhas. Rrinte aty. Ka pas shumë baqe dashur, apo edhe o kanë e pasur ajo, sepse hurma o kanë, sikur sot me thonë fabrika më e madhe, hurmet. Çast moja ngon kone pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe sot janë. Apo, është biznes i madh ajo. Hurmet dhe mësram, kur ka pas një problem me jehudit, ju ka thonë, atja u jap pjesë të hurmeve. O kom pare e madhe, dhe muni paramenue, me sa pak, a knashet me pak jehudia? O kom pare e madhe. Andaj thot Ebu Talha e ka pas një baqe, shumë të madhe. E kur ka zbrit që kja jet, ka thonë, vallaj, unë e piket sejnëve shka i du, mas shumë t'jedu që këtë baqe. Apo,
sikur ti dyqanin. Ti e ki pa njeri kur del në dyqan, me gruje, me fëmijë, keti halla kam i ban për dyqan. So është pesë ku hati apo e don shumë. Atëherë thot unë e du më shumë se ta. Ka shku te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i ka thënë: "Ja Rasulullah, Allahu e ka zbrit një ajet në Kur'an. Nuk e arrini xhennetin ndërsa ta jepni atë çka e doni." Ka thënë: "Ja Rasulullah, më shumë se çka të bëj kur gjos du." Ka thënë: "Po ta jap ti ja Rasulullah. Shpërndaje të fukarat. Daje." Atëherë i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Bakhin lak, bakhin, dhalika malun rabihun, dhalika malun rabihun." Bakhin i përdorin dietar sikur domthon të lumt apo fitove, apo kur e shpreh një fjalë domthon miradije edhe myshde për personin që e ka mos sikur i thuaj sa e madhe çka bane. Apo i ka thënë bakhin, ka thënë ky është mall me të cilin fitove, mall me të cilin fitove. Atëri ka thënë e dëgjova çka thave. Nuk ka zbrit ajeti, po du me dhon baçën. Atëri ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam: "Nëse don me dhon sadaka, i jepet e akrabatet tu." Nuk i ka marr. Apo nuk i ka marr sadakat për veti, alayhis salatu wassalam. Sadaka nuk i ka hang fare, vetëm hedijen e ka hang sallallahu alaihi wasallam. Atëri ka thënë pranohet, domethënë edhe e ka përgëzuar, ka thënë jepja kusherive tu. Edhe ja ka thue Hasan ibn Thabitit edhe Ubej ibn Ka'bit. E këtu kusheri sa përfshihet e pam, kusheri përfshihet pita haxha e manalt. Domthon migja i babës e manalt derisa ka ndonjë dietar Hasani me Ebu Talhan takohen te baba i 7. Unë janë kusheri të brezit 7. Megjithatë pejgamberi alayhis salatu wasalam i ka thënë japi kusherive tu dhe ka pranuar sadakën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi alayhis salatu wasalam e ka bë sadakën te akrabaja 2 fish. Ka thënë sadakaja është sadaka një herë te fukaraja, e sadakaja te nevojtari akraba o 2 herë. Hadithin e ka nxjerr Imam Tirmidhiu, ka thënë alayhis salatu wasalam: "Es-sadaqatu 'alal miskini sadaqa." Sadakaja në fukara o është një sadaka. A sadakaja në fukara edhe akraba o 2 herë. Mon me inimu familjes tane është 2 herë ma sevap të Allahu te bareke ve teala. Kjo është ajo që ne kam përmendur dietarët në këtë kontekst. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i kujdesshëm që mos të shkapërderdhet pasuria e njerëzve. Tregon Sa'd ibn Abi Waqqas. Thot në haxhin Lam Tumirës, një haxh që ka bëu pejgamberi alaihi salatu wasalam, thot usmuna derisa ka shtudik. Nuk ka ndryjet. Bile ju ka zgjat imri deri ka jetu në vitin 58 të Hijrit, radhiyallahu anhu wa ardhahu, dhe ju ka shtu familja shumë. Thot dhe isha shumë i smut, edhe ardh me vizitu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe më tha, i thash unë ja Rasulullah, po e shoh gjendjen time, unë domethën sigur po përshëndet ta. Ka thënë unë i kam veç një vajzë, edhe kam shumë parë. I ka thënë ja Rasulullah, ata jap këtë sadaka, edhe veç pak me e lam për vajzën. Atëri ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasalam, jo me dhon këtë pasuri, sadaka. Shiko. I ka thënë ja Rasulullah, ata jap 2/3. Ka thënë jo. Ata jap gjysmën e pasurisë. Jo. Ka thënë ata jap 1/3. 3 pjesë, njënë më ia dhon fukarave, 2 më ia dhon vajzës time. I ka thënë me selam, 1/3 o Sa'd, edhe kjo është shumë. Shiko, edhe kjo është shumë. Pse? Ka thënë o Sa'd, me elan familjen tane të pasur, por ti me deke, me elan familjen tane të pasur, është ma e khajrit se ata milan të vart duke ju lip njerëzve. Apo? Një qike ka pas. Ka thënë ma mirë leje qikën tane të pasur, mës t'ja zgate dorën kërkujna, se me elan qikën tane të varfër, e ti me deka jo me shku me e shtri dorën. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, ti nuk jep diçka prej pasurisë me të cilën e synon ftyrën e Allahu xhelalu ala, vetëm sa Allahu të shpërblen për ata, derisa edhe kafshatën që ja vendos bashkëshortës tande në gojë, ka thënë shpërblen Allahu te bareke ve teala për ta. E tash këtu normal testohet kjo burrnia e plot pineve. Apo pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë edhe kafshatën çka e jep. Apo ulet burri, e keni pa kur e ranon tavolinën,
E pejgamberi që ka thënë, e merr lugën edhe e jep bashortës me hangër. Domethënë njëri thotë më shkon burrnia hoxha, se kështë e bëha. Ka thënë se Allahu shpërblen. Vallahi Allahu shpërblen. Sepse njeriu, domethënë sikur Saadi ka menduar që tash në t'u la parë gruajës edhe çikës, shumë për këto. Pa jap sadaka për rit Allahu xha edhe këtyn vetëm pak. Se më ka thonë jo. Ka thonë Gjimsën jo. Një të tretën, hajt ka thonë një të tretën, edhe kjo është shumë. Andaj Abdullah ibn Abbas kur e kanë vet, sa me lan kur ki parë shumë, edhe i në prag të vdekjes, sa me lan testament për fukarat e tjerë me u taku familjes, ka thonë 1/4. 1/4. Pse 1/4? Ka thonë se Saadit i ka thonë 1/3, edhe kjo është shumë, po hajt më pse po insiston. Apo, andaj ka thonë alayhi salatu wassalam, edhe kafshatën çka ja jep gruajës tane ose sadakat Allahu xhelalu ala. Ata na shpesh e kena përmend vëzër se do burrnia i kena trashëguar prej sokakit, ata s'janë burrnia. Ata janë sokakit, mahallës. Kur gjana nuk ka me ushqi gruajën tane. Të normal që është kur gjana nuk është me ushqi nanën tane, babën tane, ajo s'bëhet mohabeti, apo. O sikur që e ushqen babën e nanën edhe vladin, nuk është edhe problem me ushqie gruajën. Pastaj i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Saadi, ka thënë ja Rasulullah, a kam mbetur në Mekë? Do këtë kanë më këthi, a jesë Mekë une? Shka ku i së mundës, pra sikur ka kërkue, a mu zhvendos për këtu? I ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, s'ki me met, nuk ke me met Mekë. Pastaj i ka thonë, çdo punë me të cilën ti ke kërkuar ftyrën e Allahu xhelle xhelaluhu, ke me shtu drejtën të Zotit xhelle xhelaluhu edhe lartësimin. Pastaj i ka thonë alayhi salatu wassalam, ndoshta. Dhe kjo ndoshta vetëm se e ka përdor, se e ka ditë që ka mendon, pa e ka në ndoshta. Ka thonë ndoshta ti ki me jetu gjatë. Ajo kon tu dek i smujës, dhe se ka thonë ndoshta ti ki me jetu gjatë. Ka thonë e shumë njerëz i kanë me ta pa hajrin, dhe ja kanë pa shumë hajrin. Koni pasur, edhe deri se ka shkuar ushtria e tij në Irak, edhe e kanë çiruar Irakin e sotshëm. Çka e gëzojnë muslimanët, Allahu xhelal e shirov nga dora e armiqve. Pastaj ka thonë edhe shumë të tjerë kanë mu dëmtuar. Kush janë dëmtu? Janë dëmtu persianët prej Saadit. Saadi e ka qiruar një numër të madh të vendeve të persianëve. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, o Allah, realizoja shokëve të mi hijretin. Pra mos i lë këtu në Mekë, çukon Mekë. Pastaj ka thënë dhe mos u aqo punët huç. Pastaj ka thënë i mirë është Saad ibn Khawla, një shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka qenë prej atyre që kanë luftuar në Bedër, prej Mekelive, ka ardhur në Medinë, pastaj u kthyn në Mekë, edhe për çef kanë nejt aty dhe kanë ndrujet aty. Dhe për mësam sikur e ka kritiku, ka thonë sudasht Saad ibn Khawla me nejt Mekë. Andaj ka qenë një orë në shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam se nuk lejohet me nejt në Mekë ai që ka emigruar, se i hub shpërblimin e madh Allahu te bareke ve teala të titullit që Allahu ja ka dhënë el muhajirun. Hijrat kanë bota, e ka marrë emrin. A dhe mos e prish emrin. Kjo ka qenë prej e trajtimeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në çështjen e ekuilibrit të pasurive të njerëzve. Këtu vëzën këtë hadith ka shumë mësime. Prej mësimeve që i kanë nxjerrë dietar, çka kanë thënë? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, shiko, e kanë nxit me majt familjen. Ka thënë ani pse ki parë Saad, ruaj familjen. Majt familjen. E dyta, pejgamberi nuk i ka thënë, ajtë shash mos i jep për Allah po ti marr. Jo. Apo, a ka pas fukara nevojtar? Po. Pse i ka thënë maje? Maje. Sepse haki i parë i pasurisë së familja jote, është çika jote, është djali jot. Apo, e sot fatkeqësisht, shiko Saadi ka pas çik. Pejgamberi ka thënë, jo, mos e le çikën të varfër. Apo, me vendsinë tonë çish i shkon, po haj se kjo martohet. Edhe mos s'ja bojnë gajlën. Kjo është për traditës të ignorancës të ndëruar vëzhgë. Çika dhe kur të martohet të çika jote. E para, mas pari na nuk e jap në trashëgiminë. Apo, kjo është prej fesadit të madh. Prej fesadit të madh. Çfarë do të thonë? Ti ki parë. Edhe i ke martu djent edhe i ke martu vajzat. Çka ju ke dhënë vajzave? Ku trashëgimi Allahu e ka nda. Apo gjysmën e djalit. Pse nuk i jepet vajzës? Me traditat të mahallave, me traditat të atyre njerëzve që kanë marrë vetën, kishte po din diçka, e ti u bë zullum grave, o vëzër, mos dhënia e trashëgimisë vajzës është nga tradita e atyre që vajzën e kanë zonë kafsh. Apo? Edhe të na
Te na, deri frik, edhe sot e përdorin, prej ignorancës është, thot e mora një rob për nusën. Ku me roba jo? E so me rob. E ka drejtët e vetë. A ju ka mundësi në shëriat me talanat atë djalin tanë, shumë me talan. Ku me pas gjikat islame, i thot, nëse ka zullum, normal, thot zdu me pas burë këta. Sigur i ka thonë Zejnebi, Zejdit, zdu me pas burë këta. Apo? E si ka mundësi? E robi, s'ka mundësi me thonë du zdu. Por nusën se ki rob. Apo? E të na në tradit, si të vene, gruja, apo? Ajo le që vjen me stresin e dunjajë se nuk e di ta shkua. Apo? Edhe aje prit me qere. Po ti ka zoj për fillim që këtu s'ka me livrit, apo? Buri madh ky. Trajtoj e mërë si vajzën tane, se e ka lënë babën e vete, nënën e vete, a nuk e di kokën kë e ka, ti ka zonë këtu qere, thot shka kjo në dimlej të uqutë na. Nuk ka dave se si di ajo, e nuk e di. A qikë zeti thot atje, po më maltretojnë qikën, po më maltretojnë qikën, që ka mundësi? Kjo zullu më vëzër. Andaj shka i thape mësëm, ani pse e ki qikë, leja parët, sa mi alan be? Pe jo mësëm tha, leja 2/3 edhe kjo shumë, ala ma shumë dëshmi lanë. Pse? Leje se ma mira me pas ajo pare se se mi azgat dorën dikujna. Mos i bani zullum vajzave. Vajzave pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë babi vajzave. Këtë djemt i kanë ndru jetë. Tregon Imam Ahmedi shpesh e ka pas dikuj shi. Edhe i kanë lind vajza. Kur i ka lind e 7 vajz, ai sigurisht ka mërzit. Edhe i ka thonë, "O hoxhbe, s'po më çon Allahu djal. Vajz, 7 çika i kam." Edhe i ka thonë Imam Ahmedi, "Po pse mërzitu shë burr? As ki qefti mu kanë si Muhammedi s.a.s. Pa i veç vajzët i kanë rritë. I vajzët, nuk ka pas, mësam ka pas, për i kanë ndrujet këtë veçën. Apo? Andaj pejgamberi a.s. njëmër për baba i vajzave. Zejnebit, Rukajjes, Kulthumit, Fatimës. Andaj shiko, vajza është punë e madhe. Shka i tha, ani pse i ki vajzë? Andaj djetarë thanë, shiko, me zise e kishte qikë, nuk tha për mësam, hajtë se kjo martote ja ban halin. Jo, ki kujdes, nuk e ki rob. Nuk e ki rob nusën tane. As nuk e ki rob vajzën tane, si tash lësh tash, mirë t'ja atje. Jep jahisën. Jep jahisën e vetë, e pas taj apet një moj. E këna e shofni se kjo është prej padrecive. Andaj gjithashtu pejgamberi a.s. Prej mësive që e kanë zirë djetarët, qëfar thanë? Se pejgamberi a.s. tha, pasuria që imbetet familjes është ma e khajrit sa ata me me të fukara. Ka thënë djetarët, këtu ka mbi vlerësim të pasuris bi fukarollakun. Dhe më ka mujtë me thonë Saadi kështu, ja Rasulullah, po du të apshtoj vetëm me në akhiret, parët e mija, janë po du me dhanë për Allah. Qëka dhe me nësam? Jo, mos i letë varë familjen. Andaj është shumë në nësime së pelan varë për familjen. Andaj, kjo është premësime se ne ka përmen djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu, djetarët kanë zirë dhe shumë mësime, por se koha nuk ka premton. Rast tjetër, e që kur jemi të evladët, e të zulumi e evladëve, të regon Nu'man ibn Beshiri, radhiyallahu anhu. Baba e biri janë konë shok për nga mësam, Nu'mani edhe Beshiri. Tu ditë shok për nga mberi së zëllëm. Nu'mani djali i ri, dësa Beshiri, baba i vetë. Thot një ditë për ditëve, se nana e vetë, nana e Beshirit, i ka thonë babës vetë, Beshirit, i ka thonë, e ka pas nana e vetë, emrin Amra e bia e Rawahas. Edhe i ka thonë, burit vetë ka thonë, apo ja jep që të pare, djelit tem. Jepja që këtë pare, jepja djelit tem. Edhe ai s'ka pranue. Edhe insistim pas insistimit, ka thonë tamam, kam ja dhanë. Ka thonë, jo, du me morë dëshmitar për nga mberin, sa se i t'ju ja dhanë. O tërë ka thonë tamam, meri këtë paret, ka thonë edhe, shkojnë atë për nga mberi sallallahu aleyhi vësallem. Edhe i ka shku Nu'mani, i ka thonë, Beshiri ka thonë, ja Rasulullah, nëna këti djalit tem, po ka qef ti me të morë dëshmitar, si jam të dhanë që të pare. Apo? Atër i ka thonë për nga mberi a.s. O Beshir, a ki e vlat tjerë? Ka thonë, po ja Rasulullah, nuk e kam dhe qëta, kam edhe tjerë. Ka thonë, që këtë pare që ka t'ja dhanë Beshirit? A t'ja dhanë këtë njësoj? E kulluhum wa hebte lehum mithle ledhi wa hebte libnike hedhe. A këtë i t'ju dhanë që ta që t'ja dhanë këtina? Tha jo ja Rasulullah, veç që ti po du m'ja dhanë. Atër i tha a.s. O Beshir, mësë mërë mu për dëshmitarën në zullum. Mësë dëshmoj për zullum. Ti ki ma shumë se një e vladë. Njani do mi dhanë pare. Apo një thotë, qëta e kam për qefi. E këta ku e more këta? Mbaqa, ku e gjete? Dhe këtu i shumë i zullumin e madhë prinderve. Thotë këti mësë ja prishni. A këti tjetëri thotë, s'ka problem, s'ka mundësi. Dhe i shumë,
i lajmë shpeshar në vetë i lajmë paralizuar edhe handicap edhe të pa hap fëmijët e tonë. Pse? Se bojmë zullum. Si bojmë zullum? Për shembull, bojnë domethënë gabim me fëmijët. Edhe na nuk i trajtojnë njësoj. Për shembull, një gabim e kanë bërë tu ditë, tu 3, tu 4, tu 5, varet sa i kije. Edhe njëri thotë, për shembull, çka e do më shumë, i anon zemra. O, nuk ka problem me tanu zemra, se ti s'e kontrollon zemrën, po kontrolloje dorën dhe gjuhën. Andaj pejgamberi alayhis salam thonte, o Zot, i kam 9 gra. Mos u merr llogari për atë çka e du më shumë. E unë për drejtësi jam të mundu më konë njësoj. Jakubi e donte Jusufin më shumë, ama këtë ju ndante barabar. Andaj ato çka thanë djemt e vet, thanë këshire kipën i mena jep neve njësoj, ama këta e do më shumë. Ata e kanë ditë. S'kan thënë baba jon po na ban zullum. Në pare. Jo ka thënë po na ban zullum dashnia s'mahat. Mundë njëri më thon, pse pe do filanin më shumë? Po nuk e di Allah. Kjo punë zemre. A na e te i kalojnë këta ku në zullum. Si në zullum? Nuk i bërtet njësoj. Nuk i jap njësoj. Nuk i çorton njësoj. Apo njëri thot, a ti pas ke gabua? Flakaresha. Ti thot, ti. Sa nuk ka njësoj kjo. Kjo është zullum. Çi ka mundsi? A e di se ti njëri, pse po një gabim, njëri ti më çon. Tjetrit e le. A ti thot, a pse un jam zotni? Ai kujton se pite Allah ja që e ka shkruajtëm për më kanë kila zdrum. A diçka më e keqja? Ai edhe kur den sokak, edhe kur den shoqni. Thot s'u na prish më kurkush, se as baba s'ma ka prish. E pastaj e dini çka ndodh. Ju nuk e din më se baba jot ka lazdrua. Mos i lazdruf mi, çka i thapen sam? Ta ka. Mos u marr më zullum dëshmitar. Dëshmojun e për një dalë të pasurisë vetëm këtina. Pastaj i tha pejgamberi alayhis salam, o Beshir, a ki qeft me të ngu ketë njësoj? A ki qeft të ketë fëmijët me të ngu njësoj? Tha po ja Rasulullah. Tha e pse s'pi da njësoj? A ki qeft të ketë me të bo respektin njësoj? Po, atër dhe pasurin ndaja njësoj. Sikur ka thonë Allahu te bareke wa taala. A dhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vazhdim, tha ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Tut juni Allahut, silluni drejt me vllatë të juve. Mos dalloni. Mos e dallo. Ani e ki njënin për shpirti, e ki njënin për zemrin, nuk ka problem. Ama ndarje bohu i përpikt. Sa e ka thënë Allahu xhelalu. Nëse ka gabuar nisoj çortoj. Nëse ju blen diçka nisoj bleju. Pse? Se ata ta kuptojnë se kjo drejtësia e në zemrën tanë thuj Allahut ja rap çta e du më shumë. Ai nuk ka problem. Andaj tha alayhi salatu wassalam, ata te ti kanë hak me të ngue, e ti ki hak atyne me ju ndani soj. Kjo është prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mëson të shokët e vet që ka transmetuar Abdullah ibn Mesudi nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, se një ditë për ditëve ju tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, cëllën parë e doni më shumë? A çka e keni në dorë, a çka jo merr trashëgimtari? Tha një Rasulullah, çka e keni në dorë? Cëllë parë i do më shumë? A çka ti mos i të vdesësh ti shfrytëzon djalin e nipi, a çka e ki në xhep tash? Çfarë e ki në xhep? Sa i zot nit ban parë çka e ki në xhep? Jo a çka e merr nipi. Atë tha një Rasulullah, jo, a çka e keni në dorë? Atëherë tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, parja e njanit për juve është ajo çka e jep për Allah, e atë çka e mban ja merr trashëgimtari. Problemi sa më ka dashur me rregullue perceptimin. Çto parë që kanë i kenë na përdor? Cilat janë tonat? Te Allahu shashkojnë. Ato tjera shtëpinë ti amun e marrën me vetin vorr. Pishof na do njerëz që shkojnë kanë bëu atje vorrin sa shtëpia. Apo se dhe me ku kanë pasanik i madh. O, nuk i intereson me lasje ti që ke bodo dhe vera. Ata të trajtojnë si në vorri ati, tarësh, njësoja. Apo e ki, sa e ki trupin ti. Qka tha alayhi salatu wasalam? Fe inne malehu ma qaddem. Ka thonë parja e njerit është ajo shka e jep. E parja e ati shka e trashikon as shka e ma. Ti e ma shpijen, e ma thu unë jam të shtinë qëtu në të nejnë qëtu. Ani dhe ti des ato i morin. Të kujna janë? A parë në ti këshedan për hirtë Allahu Gjellivala. Ti këshedan fukarave. Ti këshedan skamnorve. Ti këshe një muë e këshe gjithë Allahu të bareke vë tjara. A dhe kjo është prej perceptimit që i ka reguluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tregon Abdullah ibn Shikhiri radhiyallahu an, thot e gjeta një ditë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke lexuar fjalën Allahu te bareke ve teala, elhaakumut takathur, ju lodhi, ju raskapiti, ju harroi duke u shumuar ju njëri me tjetrin. Duke u nxit cili ka parë më shumë. Tha dhe tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot biri Ademit, parët e mia. Pastaj tha, e o biri Ademit,
E çka është prej parës tane, pos atë çka e ke hangër edhe ke harxhue. Nuk është prej parës tane, pos atë çka e ke vesh edhe e ke gjujt. U ka vjetrua. Ka thënë, apo e ke dhënë sadaka dhe e ke rujt. Cilat janë parët e tua? Cilat janë parët e tua? Ato shka i thënë Allahu te bareke ve teala. Ke tjerat janë që jesin njerëzve. Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam i mësonte shokët e vet që mos të nxitojnë në grumbullimin edhe tubimin e pareve të mdoja. Gjithashtu pejgamberi alayhis salatu wassalam kishte parasysh gjendjen e njerëzve të zemrës edhe psikike edhe shpirtërore në pranimin e sadakave. Tregon Ka'b ibn Malik se kur ka ardhur pejgamberi alayhis salatu wassalam për tauben, apo Ka'b ibn Malik, kush është Ka'b ibn Malik? Një i treve që kanë munguar një luftë e Allahu ju ai ka çortuar e pastaj mbi 50 ditë nuk kanë fol as me pejgamberin sallam as me familjet e veta. Edhe Allahu ju ai ka zbrit tauben. Edhe ka ardhur Ka'b ibn Malik, edhe i ka marrë këtë parë të veta që i ka pasur në shtëpi, edhe ja ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sadaka. Ka thënë ja Rasulullah, merri sadaka për pranimin e taubës. I ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, jo. Marri disa prej pareve se duan. Apo marri disa prej pareve se duan. E këtu ka thënë dietar, na e shohin një lloj, na duket sikur ndesh që vije. Ebu Bekri ja ka marrë këtë me një rast, që do përmendim. Edhe këtina nuk ja ka marrë këtë, Ka'b ibn Malik. Ka thënë dietarët, pse se ka marrë Ka'bit? Se Ka'bi sukon se Ebu Bekri, s'mban sabër, maj. Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam, kur i ka thënë dikush, do ta përmendim edhe një rast, për mësa më ka nervozu me njëri që ka dashur me dhënë sadaka. Apo tregon Xhabiri, thot kam te pejgamberi alayhis salatu wassalam duke nejt. Edhe ardhi njëri, s'ka ka dukush, se e ka çortuar shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ardhi njëri, thot edhe e kishte vënë grumull ari, si vez. Unë ka bë ari shumë. Edhe i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, sadaka pi mua, shpërndaja fukarave. Sa më ka kthyer. E ka kthyer ftyrën kënej. Ki ka dal kënena. Ja Rasulullah, merr sadaka. Jo sa ku kthi ka ana majt. Ki ka dal ka ana majt, ka thënë ja Rasulullah, merr sadaka. Jo kthi ka prapa. Pra s'ka dash me amor. Atëre kur ja ka, domthon, sikur e ka sill pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka thënë merr ja Rasulullah. E ka marr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe e ka gjujt. Apo e ka gjujt këtina. Edhe thot transmetuesi, sikur ta rrokte e kishte lëndue. Çaç e ka gjujt me hujum alayhi salatu wasalam. Pastaj ka thënë, vjen njëri pi juve. Edhe thot, merret që ta sadaka. E pastaj, e pastaj shkon në për njerëz ju lip pare. Pësa nuk do kësi sadakaja. Andaj Ka'bit i tha, jo, ma i do pare ti. Beri do, ma i do. Se, s'mun është me bo sabër ti. E këti personi që nuk i dina kusha, qka tha Xhabiri? Tha ja gjujti me nësram. Ja këthej të shpinë, jo, si du pare të tua. E pse nuk i do? Tha alayhi salatu wassalam, vjen njani pi juve, thot, merës ta. Apo, e pasaj së mban sabër. Pasaj i thot njanit, ku më dhanë shumë o vla për Allah, mos i kiti se dinar. Jo, kështu. Maj për parët e tua, Allah. Maj parët e tua, ruje gjuhën tane, ruje nderin tane. Ma mirë se sa, jep sa ki mundësi me dhanë. Tha alayhi salatu wassalam, sadakaja ma e khairit është ajo e cila mbetet pastaj i përmbajtur, mbetet i pasur. An dhahiri ghinan, aje dhe masit jape, jet i pasur. Andaj thot Zeid ibn Aslem, djali i shërptorit Omer Khattabit, Eslemi ka qenë shërptori Omer Khattabit. Thot, e dëgjova një ditë Omerin, kur pejgamberi alayhis salatu wassalam thiri me dhënë sadaka për një luftë. Edhe Omeri na mbledhi dhe tha, sot ja shkova Ebu Bekrit. Ja, sot ja shkova Ebu Bekr Sidikut. Edhe e mor parët, gjimsat e pareve e lan shtëpi, gjimsat ja çoi pejgamberit sa. Këtë gjimsën e kapitalit. Apo, nëse supozojmë 50.000 euro, 25.000 ka çu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot edhe ja çova Omer Khattabi, thot edhe më tha, çka i ke lanë familjes tane o Omer? Tha i thash ja Rasulullah, sa ti kumpru çaça kum lan. Atëherë thot erdh Ebu Bekr Siddiku. Edhe
e kishte morë këtë parën me veti, këtë pasurije. Edhe i latë pejgamberit s.a.s. Edhe i tha pejgamberi, çka ju lave familjes o Ebu Bekër? I tha pejgamberit a.s. ja u lash Allahin dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot Omar Khattabi, wallahi la asbiquhu ila shay'in abada. Wallahi me këtë njëra nuk shtina kurrë. Po, disa njerëz nuk mundesh mushtina në hajr. Shikoj Abu Bekri këtë kalon. E pse këtij të parit i tha merre këtë sadaka? E shikoj vëzër, ja ka gjujt parën. Ja ka gjujt parën. Pse ka gjujt? Sepse doni ardh njëri e ban një vepër, pi jashtë do këtë e mirë. Për mësa me di pasojat e këqija çka vijnë për jasajna. Apo, njëri thotë çka ka gjujt me sadakaje? Ja ka gjujt. Madje thot Xhabiri, vallahi ta kish rokë kish lënduar. Çka ka gjujt hës? Pse? Sepse ti e jep çtu sadaka. Po palle sa fesadin e banë masasaj ma i parët e tua. E pse Ebu Bekrit ja pranoj? Se Ebu Bekri nuk kajte mësane me thanë valla mejta unë tash. Jo. A mi njerë ka njës të këti tjera, ka njës ka punu tjetër dhe e kam bajt familjen e vetë. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit s.a.s. në trajtimin me zengina dhe pasanik. Gjithashtu pejgamberi a.s. e ka pa të pëlqyshme apo të urryer që njeriu ta fshej zengillokin. Këta e shohën për të disa njerëz e kanë si ves këta, si i let. S'ka qef mu ditë se janë zengin. Shemë ka mund që i ka gjys milioni, që rapo të shkoq të i vesh. Mos ta dinë, thot njerëzit. Por që më dhe ka standardin për mu vesh, të zojna me një standard të caktum, apo shko në veshët aj, me veshët e se thot, mos ta morin vesh, apo shko në veshët grista, pse? Se kjo nuk kanë rregull. Apo e pejgamberi alayhis salam tregon një shok i tij, Malik ibn Nadla radhiyallahu an, thotë ditë për ditë vëm pa pejgamberi me doveshje i kisha grista i kishta. Atmar, von copa. Edhe më tha pejgamberi, o Malik, a s'ki para? Pejgamberi ka ditë që ka para. Ka thënë, mi po, shikoj pejgamberi ka pas ta ditë me vet, ta vetin ja. Apo ka thënë, a ki para ti? Ka thënë, po ja Rasulullah. Çfarë para ki? Ka thënë, çfarë dush Rasulullah? A do prej kuajve, a pideleve, a do izmeqar, a do kuaj. Kitë parët mi ka thënë Allahu Gjelluala. Atër i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, masi ti ka thënë Allahu Gjelluala këto, letë të shohe. Masi ti ka thënë Allahu Gjelluala, letë të shohe. Në transmetim tjetër, letë shijen, edhe natë të shofna. Apo, është njëri, i shkon jeta dikujt, smirët vesh që ja zëngin, tu mshejaj. Aj, edhe ushimin e asit fukarajës. Apo, thot se me bok të me mor vesh, thot më vinë ma lipin zeqatin, më vinë lipin bare, kujton që i kam bërë që mi dhanë, unë e s'kam, ti thu, ka dalë do, prit të t'jap do, prit që janë se me kajtë si fukaraja. O vla, po kalzojeve si dalosh, nëse je zëngin, dalojo o vla, dalojo, po njëri thot, qish mu dalu vla, s'muj mu dalu une, se këto s'lajnë rahat, po nësë të t'lajnë rahat, po ka ndaj është të ti me lajnë rahat, a je zëngin, njëzit vinë me t'lip bërgj, vinë me t'lip ndim, vinë me t'lip të trakasin derën, apo, pa je musliman, po në të dhvin, qka i tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, let shihet atë herë mas i ta pas ka dhanë, apo, veshu si zëngin, apo, mos më ndalla vetë, mos i mashtron njerëzit, apo, në i thot, jebe që shtu kam qefune, asket, baba më kalon amanet, jebe s'ta kalon baba amanet, po edhe në ta kishlon baba amanet, ta kalon Muhammedi së një amanet tjetër, Muhammedi së më ka thonë, let të të shifët një meti, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, le të shifët nimeti dhe nderi Allahu te ti. A pse të ka çu pare? Pse të ka çu pare? Që të shifët. Mirë, po na piksaj të shifë me për shkak se i dina pasojat, pasojna, siç se apo kjo na e shohim edhe të njerëzit. Wallahi ulesh me do njerëzi, vetëm kur të vjen lajmi, thotë kjo është i Zotit sti dyqani, kjo është kaç pasanik, ti thua po ky nuk jep ka beshenja, e nuk jep se ki pastaj mësanena e din se ka pasoja. Mirë po për nësam që tha, Allahu do që kur t'ja jape begatin një robit, t'ja shohe gjurmët. Inna Allahe yuhibbu en jara ethara ni'metihi ala abdihi, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadithin që kanë nxjerrë Imam Tirmidhiu nga Amr ibn Shuaibi, nga Muhammedin, nga baba i tij Abdullah ibn Amr ibn al-Asi radiyallahu anhu, ka thënë Allahu don me e pa nimetin e robit. Shfaqe, jo kibër, sepse dëgjoni tash hadithin tjetër. Jo për kibër. Një ditë për ditëve tregon Abdullah ibn Mesudi, majti khutbe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe tha, Allahu nuk e fut asnjë njeri në xhennet
që kanë zemër ka sa grimca e elbit me një mallësi. Edhe një njeri aty ka i vesht mirë, i pasur. Edhe ai sikur e mor dersin për mi veti. Apo sikur që plot për njerëz thot, "Hoxha kujt aty ja gjujt." Ke do vëlla. Po hiç mos u shkleton për atë punë, hiç. Njëri thot, "M'duket për mua." Jo, Allah për këtë, për vetje, për këtë. E lusmi Allahu që Allahu na vojë për xhenet live. Ya Rabbul Alamin. Ky njeri tha, "Ja Rasulullah, kur e noi tash mendje madhi, unë i vesht mirë, mos po jam çky." Tha, "Ja Rasulullah, po ka çe be njeri mi pas teshat e mira, e kpucat e mira." Atë pejgamberi tha, "Jo, nuk ka ky muhabeti që e bën atë tash." Tha, "Allahu është i bukur, e don të bukurën. E çka o kibri, atëre definoj." Atër tha, "Kibri është me refuzu të vërtetën. Kibri o mu bo shka, kibri o me bo gjuna Allahut, kibri o mu bo kufër e shirk, kibri o me bo zina, kibër është mës me ngu Allahun dhe pejgamberin s.a.s. Kjo kibër, me refuzu Kur'anin." Ka thonë edhe minë në qmu njërzit, kjo kibër. E nuk o kibër ti mu vesh mirë, se ta ka thonë Allahu Gjelluala. Apo, andaj disa djetarë kanë thonë, nëse pasaniki, do njëre ki vajgjip mu vesh mirë. Apo, do njëre ki vajgjip mu vesh mirë. Pse? Që me edit njërzit. A e përmenën e Abdullah ibn Mubarekin, kur erë një plakë dhe i tha, "A ka mundësi me një mu se kam fëmi jetim?" Abdullah ibn Mubareki e mu shikesën me pare dhe ja dha. Ajo plaka, tu hesta, "O, shta gabim." Jo se këtu shumë paska. Jo, tha se janë iq gabim. O, tha këshire sa shumë janë. O, tha se janë gabim. Tha se na t'japë nësa kena na, jo sa ti e ki dhe rejgjen. Apo, njën i thot, "Sa e kanë ata standardin që ka?" I mos ja këshirë ti standardin. Ti sa e ki standardin? Njën i thot, "Po qish mi adhan bëgjë zë qa 10.000 euro. Po qish zdjaj mi argjue. Ki din 1 milion mi argju, a i s'po di ka 10.000 euro mi argju. Po leje më në ti argjue kërdoje, a di sa fukaraja i meqëm. A di sa fukaraja, sa studentja i meqëm, po s'ka pare. Apo, andaj di mo. Për hape pasurin të ropë të Allahu të bareke vë të ala. Andaj kjo ishte prej të haditës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ti nxit sahabët në veshjet mirë. Tha, Allahu e don të bukurën, se vetë është i bukur. Allahu gjela banor të xhenetit vëzër, do t'i vesh me petkat e nderit. Apo do t'i vesh me petkat e nderit. I pari ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që vishet në ahiret është Ibrahimi alaihi salam. Se njerëzit vëzën në ahiret dalin të patesha. Allahu inshallah na mblon gjunat edhe gabimet edhe kusurët. E a ditë shumë keq ose je patesha. A ki po me të morë logari me tesha sa zora. Me të vdesh patesha. Andaj tha për i pari që ka veshët është Ibrahimi a.s. E pasaj vishën të tjerët si cili prej veprave të mire që i ka ba në këtë dunja. Gjithashtu pejgamberi a.s. i nxit të sahabët që t'japin nga pasuria e vetë. Tha pejgamberi a.s. hadith që ka zirë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, "Men anfaqa zawjayn fi sabilillah nudiya min abwabil janna ya abdallahi hadha khairun." Tha pejgamberi a.s. kush jep në rrugt të Allahut zawjayn, çift. Ka thënë dietar çift, 2 lopë, 2 dele, ari dhe argjend. Domthonë ka pas si cilës punë që e ki, mi thon ka 2. Pse? Ka thënë dietarët që tjetë ma e mbushur sadakaja. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhis salam, kush është prej namazlive thirrët në derën e namazit në xhennet që të hije pi asaj dere. Kush është prej atyre që kanë bërë luftë rrugt Allahu xhelalu ala thirrët prej asaj dere. Apo kush është që ka qenë prej atyre që kanë agjëruar thirrët prej derës Rayyan. Elusi Allahu që Allahu ta ban qabul agjërimin ton. E të në thire për kësaj dere të mirë. Pasaj ka thënë alayhi salatu wassalam, e kush është që ka dhënë sadaka, thirët nga dera e sadakas. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ebu Bekri, tha ja Rasulullah, kurban të bafshin nana jem dhe baba jem për tyje. A ka dikush që kitë dyrë të thirin? I qelë Allahu gjela, kitë dyrë, 8 dyrë, i thot hinë që knejna. Tha po Ebu Bekr, ti inshallah për tëne. Po Ebu Bekr, ti inshallah për tëne. Dhe kemi përmen hadithin, apo e përmendëm gjuma, e përmendëm ku një ditë për ditë për jëmësram para mazit sabajt, pak para dreke. Tha, a ka dikush që ja qua gjërushëm na file, jo në Ramazan? Veç Ebu Bekri tha, unë ja Rasulullah. Para më, pi pas sabajt deri para dreke, kur i ka bo këtë vepra? Tha, a ka dikush për juve që e ka përcjellë dhe një gjenaze? Kur kush foli dhe Ebu Bekri tha, unë ja Rasulullah. Tha pejgamberi alayhis salam, sot me se saj kohë ndë një fukara e ka ushi dikush, unë ja Rasulullah.
Edhe kjo shpirti i madh u kon, radiallahu an. Pastaj tha alayhi salatu wasalam, a mos e ka vizituar dikush pi juve dëni smut? Tha unë ja Rasulullah. Tha pejgamberi sallam, vallahi nuk mbledhet çdo të një njerin që këtë vakt vetëm se hin pi cëllës doje deri xhenetit. Allah na mëson me xhenet ya rabbul alamin. Kjo ka qenë prej asaj që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prej pasurive që pejgamberi ka pas që i ka lavdruar të zotët e atyre pasurive, ka qenë Uthman ibn Affani. Në luftën e Tebukit, lufta e ranë, lufta e zorshme, e ka thënë Allahu xhelalu ala sa'atil usra, sahati i ranë për sahabët e pejgamberit që janë nis me romakt. Apo edhe ka bë thirrje pejgamberit, kush e përgatit luftën e Tebukit e ka shpërblim xhennetin. Uthman ibn Affani, shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i zotit dy nureve, dy qikat i ka pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A kanë të bë hazër me bë tregti në Sham, në Sirinë e sotshme edhe Irakin, pjesat e llogaritës Sham. Këso është pjesa e majt e Mekës. Edhe Uthman ibn Affani u kanë të bë hazër devët për mi çumi mush me mall. Sigur sot që kontinjerat çoni mush apo i ka pas 960 deve. 960 deve. O kanë t'i bo gati, mi qunë Sham, mi mush me mall, mi këthin Medinë edhe me bo tregti. Edhe i ka pas 40 kuaj. Apo, për ndihmë të sa i ka pas 20 me qarë. 960, edhe 40, 1000. Edhe devet, e kam përmen, devet e lidh parën, një mas një. Edhe të parën me drejton, këtë devet i shkojnë të parës. Apo, i shkojnë turmo. Edhe kër e ka nije, thirësin e pejgamberit, kush e ban hazën një këtë ushtri, hinë xhennet. Atër Uthman ibn Affani veç e ka këthije, i ka thonë ati shëptor, këthaje. Njani për neve që kishtë thonë, ti qoj bë njëherë në dhvim pikine, apo se e komunizë malin, jo be këthaje më njëherë, e këthaj më njëherë, ta këthaje. Ta shkove më njëherë ato 40 kuaj, edhe i tha besam, ja Rasulullah, merë, hinë në shpit vetë, i murë 1000 dinar, 1000 lira të altanit, apo ta sajkohet. Edhe shkojt pejgamberit sallallahu edhe ishte i ult pejgamberi sallallahu apo i kanë pas ka qenë duke nejt edhe ka gjujt prehën lirat. Ka thonë merr ja Rasulullah. Por këtë luftë atë i ka marr pejgamberi sallallahu edhe i ka domon sigur ka lut me to. Apo ka thonë ma darrabna affana ma amila ba'da al-yawm. Ka thonë që ti njerit mos i ban zarar çka dojnë të bëjmë asaj dite. Shko pali Allahu. Mësoju me dhon. Çka i tha? Uthman ibn Affani si ban mos zarar, çka dojnë të bëjmë? Apo andaj i tha pejgamberi sallallahu Uthman ibn Affanit, Allahu ka me ta vesh një petk, mos gabon me e zhvesh. Kjo petk e khilafetit. Kan ardh disa prej tabiinëve, edhe disa prej sahabeve që janë revoltu me Uthman ibn Affanin, edhe i kanë thënë ti si je i drejt. Si je i drejt. Dhe kjo është e çudia e njerëzve. Kjo është çudia e njerëzve. Mi thanë Uthman ibn Affanit, andaj Abdullah ibn Omeri ka shku te dera e Uthman ibn Affanit. Tash s'po përmend me emra se njerëzit varësisht sa kanë. Ka qenë disa prej sahabeve, edhe bijve të sahabeve janë revoltuar me Uthman ibn Affanin dhe kanë mshirë në shtëpi. Ka thonë ja kimë bë çita, ja të vrasna ose ta morna khilafetin. Kjo shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe pejgamberi ka thonë ka me ta vesh Allahu një petk. Ka me të bëj halife, mos gabon me desh. Apo edhe kanë shkuë, kur ka shkuar Abdullah ibn Omeri, djali i Omerit. Edhe i ka pa me shpata, ti thon Uthmanit, dil, realizoje këta, realizoje ata, se ta bëjmë kështu, ta bëjmë ashtu. I ka këshirë Abdullahu, edhe i ka thon, kjo kënë shoki për mësra. Ka thon, ti shkon gjallë baba jam. Ti shkon gjallë baba jam, një me ja bajshë ju qështu. Ka thon, ama ja Uthmania i but, Uthmania i tërpshëm, e kini mshirë në shpi, edhe kanë vranë në shpi. Apo, se ka e këpetko. E një ditë për ditëve, të regon Ahnaf ibn al-Qais, ka qenë për tabinve. Thotë u nisëm për haqë, edhe u nalëm Medine. Thotë na nuk i ditëm ato i këshim pas do të lashe, në kone e Uthmanit. Thotë edhe dull një njeri i pështjellët. Thotë ishte pështjell, edhe ishte nervoz, edhe i shkon Uthman ibn Affani. Edhe ju ka dal njerëzve, edhe ju ka thanë, ku është Zubejri, ku është Saadi, ku është Talha. Apo konflikti që ka ndonë. Edhe dhe ka ndonë, ja ku jemi. Ka dal Uthmani, edhe ka thonë, se ka pas zort madh, e kanë akuzu se i pa drejt, i e zullumqar,
i t'i bon të punë që si ka bo Ebu Bekri dhe Omeri. Qështë e kanë akuzuar? Apo? Nësa i kiti ka bo me sunetin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atër ju ka dalë, ju ka thanë, po ju baj bejnë Allahu, po ju kërkoj në emër të Allahu gjillu ala. A e dini ju, se atë e ngonë ma djetëri, a e dini ju, ka thonë Talhas, e Saadit, e Zubejrit, ka thonë a e dini ju, se një ditë për ditëve pejgamberi alaihi salatu selam, për një vend me hurme që ka qenë, e ka pos emnin Mirbed, a ka thonë me vësam kush e blenë që këtë vend Mirbedin, ja falë Allah i gjunat, a i një konë që ati kura ka thonë qështu? Ka thonë po, ka thonë a shkova unë edhe e blejta, edhe i thash ja Rasulullah, ashtë e jotja, edhe më tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, leje për xhamijën. A jeni dëshmitar? Than Allahumma na'am, than pasha Allahin po. O Allah dëshmo se ka qenë kështu. Atëri ka vazhduar dhe ka thënë po ju kërkoj në emrin të Allahit, se kanë akuzuar. A ki njeri 960 deve, 40 kuaj, 1000 edhe 1000 lire e ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe i ka thonë mësam, zbat, s'ka më zarar për Uthmanin. Çiki njeri, kur o kanë krijetari muslimanëve, i kanë thonë shumë zullumqarki. A kështu janë njerëzit, subhanallahu alazim. Kështu janë njerëzit. Asat zullumqarve e tiranëve, e njerëzit që kërkojnë mu adhurunin më të Allahu xhelal, çka ju thonë? A ki i mirë? A ke paki? A i zdi me folbe, di fjallë, zdi mi thonë, Wallahi billahi nuk di mi thonë di fjallë. O ka ndrunë Othmanit, ja kanë zonë frimën. Ju ka thonë, po ju baj bejnë Allahun. A o kanë që tu një bunar, e ka pos emnin Raume. E ka thonë, për jam kush pe blenë që të bunar tja laje muslimanëve, Allahu është për blenë në gjennet. A është që une e kum bleje dhe e kum lanë për musliman? A dhe ka thonë, Allahu është dëshmitar, po. Atër e ka thonë, Othman ibn Affani, ka thonë, a e kini nije ju një dit, kur tha pejgamberi s.a.s. kush pe bangati ushtrin të buk, ja falë Allahu gjellë gjelaluhu, a i një kanë dëshmitar se ja kum qunë 960 deve, 40 kuaj, edhe 1000 lira, ka thonë, po valla, ti e ke po qëta. Atëri ka thonë, ata ka thonë, Allahumme naam, o Allah po, edhe ka thonë Uthman ibn Affani, o Allah dëshmo, o Allah dëshmo, o Allah dëshmo. I ka po zullum. Kitë këto vepra të mëdha i ka ba, me gjitha ta e ka në akuzue se ti e i padrejtë, ti e zullumqare, ti e tiran. Kjo ka qenë për vlerave që pejgamberi s.a.s. ua ka dhanë shokëve të vetë. Gjithashtu pejgamberi s.a.s. i kanë gjithë sahabët që t'japin për hirtë Allahu te bareke ve teala në skajshmëri të mundësive të veta. Tregon Enes ibn Malik, thotë se ka qenë një njeri në kohën e pejgamberit s.a.s. edhe e ka pas një vend të hurmeve. Edhe ka ardhur pejgamberi s.a.s. dhe i ka thënë ja Rasulullah, o që tu një bace nga të baces time, po më duhet, mu se po duhet me lidh. Ka thënë, a pithu këti zotnijës të ma jape. Ka ardhur të ma jape, ka ardhur ma shese, ma shumë ka ardhur të ma jape. Edhe pejgamberi s.a.s. s'ka mujt mi able, ama e ka pa që pi duhet, edhe i ka thënë këti njeri që ka konë zoti kësaj baces, i ka thënë, o filan, këti filani tjetër pi duhet bace, apo ja jep, Allahu që përblen me gjennet, ta këthen Allahu në gjennet që këtë bace. Mirë për mësam nuk ja ka thonë me farz, ka thonë njoja Rasulullah, s'po ja jep. Atëre e ka pas një shok i mësam emnin Ebu Dahdah, e ka pas prej e ka një bisedën, edhe i ka thonë, a nuk ja dha? Po, ka shku të gruja vetë, i ka morë dhe pare që i ka pas, edhe ka shku të ki filani. Edhe ka thonë, o filan, sa e shetë me këtë bache? Shka lidhe ki me rastin hiq. Një njeri ka ardhë, ka thonë, ja Rasulullah, po mduhet që ki ven, a mundë që ki me ma dhanë? Për mësëm ka thonë, jep ja Allahu është problemi gjenet, si ja ka thonë? Ka ardhë Ebu Dahdah i ka thonë, sa e ki me burë? Ka thonë, që ka që? Ka thonë, që? Bache është e jemja. Ka shku të mësëm, ka thonë, ja Rasulullah, ja blejta bachen, ja pja ati që ju dashke. Zemra, a ju dashke po? Ja pja ati qka ju dashke. I ka thonë pejgamberi s.a.s. Kem min idhkin rahali Ebi Dahdah fil gjellë. Sa bacha me hurme e palma ja ka thonë Allahu gjello Ebi Dahdahit në gjennet. Edhe ka shku të gruja vet, edhe i ka thonë, o gruja jeme, ka thonë e blejta bachën, ja dash filanit. I ka thonë gruja vet, pas mi fitue. Ka pas grujen, besimtarë dhe devosh. Kjo ka qenë prej asetë se ne ka përmen djetarët në kontekstin e vlerës tregtarëve. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam
tregtarët i ka, ka këshilluar, ndonjëherë i ka kërcënuar me frikë për Allahu xhelalu ala që mos bëjnë zullum. Tregon Rifa'a, thotë kemi dalë një ditë prej ditëve me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në pazar të Medinës. Edhe ju ka drejtuar pejgamberi sa njerëzve, o ju tregtar, o ju njerëz. Edhe kur i kanë kthy shikimet ka ai, ju ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, inna at-tujjara yub'athuna yawm al-qiyamati fujjara. Ka thënë dini se tregtarët ditën e kiametit ringjallën prisht, fasika. Ka thënë pos ai i cili i është tut Allahut, s'ka bo bej rrejshëm, edhe ka kallzu drejt për mallin çka e ka. Shiko, pejgamberi ka dalë në pazar dhe ka thënë, o ju tregtar, thot Ibn Hajar al-Asqalani dhe Qadhi Ibn Iyad dhe Imam Nevawiu, po pse i ka thirrë çështu? Ka thënë se tregtar e para si kanë tut Allahu xhelalu ala. Ban dallavera, ban manovra, vetëm ta shenë se mallin. Kur vjen mishteria, çka i thot? Valla billa veç për tyje. Ai 500.000 vetave ka thënë veç për ty, apo a është e prisht? Te ona thot, ku ka bën duçatem të prisht? Apo çu ditë subhanallahu alazim. Pastaj ka thënë dhe mos rrejni. Mos rrej. Apo sa rrejna dhe zërbon. Apo i shet mallin pastaj thot, u krija dole pite xhanit, nuk njoh. Andaj tha alayhi salatu wasalam, tregtarët ringjallën në ahiret fujjar. Fujjar çdo më thonë. Të prish mëkatar, gjunaçar. Njerëz që sot nuk e kanë realizuar devotshmërinë në këtë dunjë. Kjo ka qenë prej traditës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tregon Ebu Huraira, po një ditë për ditë kemi dalë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në pazar. Apo disa dietar kanë thënë ka qenë e rastishme, disa kanë thënë ka qenë e qëllimshme. Më shumë ka qenë e rastishme. Edhe pejgamberi ka dalë në pazar, edhe një anit a kanë dushit ushqime. Ushqimet e tyre kanë qenë hurma, pemë, perime. Edhe e ka shti dorën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ma thellë. Edhe kur i ka pa disa të prishta mrena. Edhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ma hadha ya sahib at-ta'am. O zotni, ati shitësit ka thonë, çka janë këto mrena të prishta? Ka thonë, ja Rasulullah, shiju i ka lag, janë kalb. Ha? Për para, thot Imam Nevawiu, thot kur i kanë shit gjërat, e kanë shit grumbull. Por që mësot ti, shkoni zgjedh, merë një me një. Në të kaluarën, e ka mush njeri torbon, edhe ka nxedh shitësi. Edhe i ka thonë, këshyre për jashtë, edhe merë këtë torbë, të shatë qëllon atë gjithë një prisht, apo, kështu e ka qenë. Për mësot e ka shti dorën, fell, edhe ka nxedh një të prisht. Ka thonë, pëse kjo e prishta? Ka thonë, shije, ka lagë, ja kalë. Ka thonë, pëse se vnove këtë prishtën për me që ta shojnë njerëzit? Pëse se vnove këtë prishtën për me që ta shojnë, që ta shojnë njerëzit? Pasi ju ka thonë, kush mashtron, së shpi muhe. Fe me nga shena, fe lejse minna, kush ban mashtrimin pazarin ton në kopineve. E na shtash, nuk kena me pejgamberin islam, po pazarët e muslimanë në vëllezër vlojnë për rrenës, vlojnë për mashtrimit, zhurman ati rrena, valla, veç, a ki pa kur hin, valla, billat, talla, pasha Allahin, kube, une, kur shkom rrenë, që dite, shtabe me sam, mos gabo me hi i pari, edhe dili funit, dili pari. A mos gabati me një pari, i funit hin, se gjitha jo rrenë. A dhe i shka i tha alayhi salatu wasalam, se se vnohet i për me. I këtë dhe tani s'podu me një detalet shumëta, që bëhen dallaverat shumëta. Bëhen dallaverat shumëta vallaj, nuk të kalzon. A po thot, ta shi dhutja a materja e mirë, po thot këshire me valla, të jaski mjeshtëra. Ka da njëni prej sahabëve në pazar, edhe ka qitë kalin e vetë me shit. Kjo është shumë e nalë, nga s'mina me bo. Edhe ka arë mishteria i ka thonë, a je i knash me këtë kali? Ka thonë, mu ka një knash se qësë bazar. E ti kur ta shifsh veturën, apo njëni thotë, a je i knash me këtë vetur? Valla veç në i zërë se kurse kësha shit. Mosa një i mirë se të do vlot, kalbë të ka thonë. Ska problem. Bano vej drejt, se s'kushtan kur gja vallaj. Ka dhe që të ketë që të të prishtë i ka qëto. Si të dushë, vallaj. Shikon që ki sahabi ka thonë, vallahi dhe më ka një knash të majtë i shpia. S'jam i knash me këta. Adaj pejgamberi s.a.s. I nxiti dhe i thonte nxjerrë për mi. Gjithashtu pejgamberi s.a.s. hadith që ka dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, dhe kjo është e rëndë vëllazër, po plot për njerëzve edhe e bajnë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë la tusarru al-ibila wal-ghanama faman ibta'aha ba'du fa innahu bi khayri an-nadharain ba'da an yahtalibaha in sha'a amsaka wa in sha'a raddaha wa sa'a tamrin. Ka thonë sallallahu alaihi wasallam, mos i mbani të mbushura devat dhe lopët. Kanë thonë dietarët, e kanë pas tradit tregtarët e deveve edhe lopëve,
edhe deleve, që kanë bë? Kur e ka qitë në pazar hajvanin, se ka mjel me dit. Se ka mjel me dit. Pse? Se ku ta nxjerrin në pazar, ajo e ka në skaj qumshtin, edhe ai kur ka shku me provue, edhe ajo ka nxjerrë shumë qumsht. Apo ata s'ka mirën e din, dallavera shumë ta. Edhe tash ai ka nxjerrë shumë. Ka thonë kjo ka domthonjë që jep ka shumë tamël edhe qumsht. Nëse më ka thonë kur ti nxjerr në pazar, zbrazni. Apo e atëherë ajo ose është ose s'është. Se për shembull, ajo normal se si mos të mielet apo kohë gjatë ka më nxjerr diçka. E ai shit blerë si kujton që kjo për një më ka. Apo ka thonë la tu sarrul ibil, mos i lini të mushta e mi mashtrua. Ka thonë e kush e shet në këtë formë. Apo ka thonë atëherë blerësi i ka dy mundësi. Ka thonë ose thot jo pe maj. Ani pse nxjerr ka pe maj. Nuk mundsi i duhet. O tani ka përmish. Thot nëse e ma mirë, nëse nuk e ma e kthen diçka prej hurmave për qumshin që ja ka përdor. Se si ka ndodhur vezë dallavera, thot Imam Nevaviu, e ka ble njëri devën, aty në pazar ju ka duk çika. Apo edhe tash e ka morat qumshtin, që e ka mbet ajo pas një vjet që sa miel, edhe e ka piki qumshin, kur ka shku për zditi, ajo s'ka. Nuk sa kam prej devëve që ka, apo prej lopëve që ka. Edhe tash ka thonë ki, tash unë e me ta keq. E përdora tamlin, kjo s'ka ka pjatërë që ka paska, për mësë ka zgjidhje. Ka thonë se ka qenë kështu, atër mere ti o blerës do hurma, bane barabar me qumshin sheke, paguja që, sa kushton me ki tamlin që ka që, mere dhe këtë lopë, se s'pas ka tamlin kjo. Shiko, ka dasht drejtësien sallallahu aleyhi vësallem. Kjo ka qenë për asel se me ka përmend djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu dhe zërë pejgamberi alayhi salatu wassalam i kanë nxit një ditë për ditëve ka pa Abdurrahman ibn Aufin, e ka një erën e parfumit, ka thonë kanë lim parfum o Abdurrahman, ka thonë po ja Resulullah, ka thonë u martova. Atëherë ka thonë me padarsëma, ka thonë bandarsëm. Apo nga se dikush nëse thotë çish ba se ka ditë, pejgamberi kur ka jetuar, kanë jetuar me gërshëtimin e traditave. Pejgamberi ka mësuar. Pika e dinë ana musliman se është patjetër me bodarsëm. Ç'është në ditë? Nëse më ka pa Abdurrahman, ka thonë o Abdurrahman, era kanë li pak me parfum, ka thonë u martova ja Resulullah, s'ka po darsëm. Ama Abdurrahman ju kon pasanik. Edhe ka thonë o Abdurrahman, domthon ban darsëm. Tharë diçka, qoftë edhe një del, ama mos e le pa darsëm. A dhe ka thonë dietarët, ulimja është mustahab. Apo ndërsa patjetër duhet me nxjerr diçka, qoftë edhe prej ushqimit sadopak që qoftë, ndërsa e mira është me pas diçka prej të therrur. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas traditë që ti nxit sahabët në tregti të lehtë. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, atë që ka nxjerrë Imam Tirmidhiu, ka thënë alayhi salatu wasalam, inna Allah yuhibbu samha al-bay'i, samha ash-shira'i, samha al-qada. Ka thënë alayhi salatu wasalam, Allahu e don një njeri i lehtë kur blen, i lehtë kur shet, i lehtë kur jep borxh. Apo çka po më thonë, i lehtë kur blen, i lehtë kur shet, i lehtë kur jep borxh. Ka disa njerëz subhanallahu alazim, me nxjerrë thu inshallah dal piç dyqane kur mos hije. Pse nuk ka Irana, banu i lehtë Allah, banu i lehtë. Apo edhe i lehtë kur ti jep borxh, edhe kur ta lëpish borxhin, mos i thuj valla s'ka na punë çiftit tan me dhon borxh. Ka dalë valla se si aty gjendje. Andaj pejgamberi sa e lut Allah do zot ruajm mbi borxhit. Ja rab ruajm mbi borxh, se borxhi i Irana. Andaj Allahu te bareke ve teala na ka mësuar nëpërmjet pejgamberit alayhi salatu wassalam që njeriu të jetë i lehtë, boj i lehtë. Mos nxjerr hasmëria për një dinar. Leja 10 dinar, 20 dinar, 50 dinar. Nuk gjen kur gjao vallahi. Zana sadaka. Tarun Allahu familje, tarun Allahu xhelal bereqetin e familjes, tarun Allahu euladin. Apo çka? Njëri thot, jo rri. Jena apo shikoj këto marketet se punojmë me sistemin jehudive. Apo 1 dinar. Ati kur mungon 1 dinar thot, kur duhet ai me dinar, thot marrësh këtë çamçakës. Ati më allani çamçakës nuk ta marrë. Kjo sistemi jehudive vëllazër. A sistemi pejgamberi cili i lehtë. Sa herë kur e ka këtij borxhin, ka thon bujrum, ka thon merre borxhin, merre çto parë se na pa dini mua. Shtesë. Nuk ka mat kjo. Ti ka dhënë dikush 1000 euro borxh, ja kthen 1500. So ka mat kjo. Tu 500 që na nimove, tash unë jam mirë, merri parën. Apo a ka mat kur ai thot 1000, 1500 më kthen. Kjo ka mat. Shikoj pejgamberi i lehtë kur blen, i lehtë kur shat. Kjo ka qenë për traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe këta e di që ka mërkohën, por këta du ta tregoj
që mos na ike. Tregon njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se një ditë prej ditëve ishin në mezhlis edhe ardhën dy fukara. Edhe tu hunç, përpara i kanë pas gjybet. Kanë ecë me gjybe sikur hoxha sot çka ec. Apo, nëse gjybja i ka met si hoxha si ka met gjybja si imitim i shokëve të pejgamberit dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe kur hunxha i fukaraja, ja ka zon gjybën edhe e ka ngritur me në mazun e gjybën, unë jam zengin, apo? Keni pa disa, dhe me, ka dalë Allah se i hekuras s'kum dalë, përse sa me batash, apo? Bëhu pak ma i letë. E pejgamberi se më kure ka pa këtë gjest, sigur e me, largojve tash se ma prishe teshën, apo? I ka thonë pejgamberi se sellem, ka thonë, apo tu tërse janë gjitë zengin lëkina? Qika? S'mu janë gjitët, ama zengin lëkin nuk gjitët. Qka i tha alej sasam? Tha apo tu tërse janë gjitë zengin lëkina? Tha edhe apo tu tërse të në gjitë fukara lëkina? Qiko njërë ka njerë, rri me fukaraja thuti, ama tu hik, o s'ta në gjetë fukara lëkin. Korona në gjitët, ama kjo s'në gjitët. S'ka s'mu janë gjitëse, ama fukara lëki edhe zengin lëki nuk në gjitët. Nuk në gjitët. As menquria nuk në gjitët. Apo nuk në gjitët. Andaj tha alej salatës selam, apo tu të se po të në gjetë fukarallëkin, e po janë gjetë të zëngillëkina. Atari tha, ja Rasulallah, a e keqë është pasuria? A është sharë pasuria? Tha, po, është sharë pasuria, kur të thirë për ka gjenemi. Nëse ti pasuria dë banë mi urrejt njerëzit e mi pa të ult, po, është sharë. Tha, pasuria jo të tash, thiri ka gjenemi, a fukarallëki këti e thiri ka gjeneti. I tha, ja Rasulallah, qishtë pështoj piksajna. Shiko, sahabja, minjeri ka po logaria shpejt. Ka thonë, ja Rasulallah, qishtë me pështuve. Ka thonë, një moj tash, fukara që janë grejt e petkun. Atëri ka thonë, o filan, kalëzëm, që kije? Ka thonë, s'kam nevoj, kur gjo. O tash, zdu, kur gjo. Ka thonë, ja Rasulallah, s'podo. Ka thonë, bani stikfar për këtë. Lutu për vlajnë tanë. Apo, lutu, i e zëngin, lutu, o Allah, ruje vlajnë tanë fukara. Apo, lutu. Një thotë, po une 100 migajle i kam. Apo, i ka kik 100 migajle. Duqanin, ato, thotë une disa punëtorët be i kam. Ani pëse i ki për punëtorë? I ki dhe do musliman fukara, i ki dhe do miq fukara, një moj edhe atinve. Tha, e tash lip fali për këtë, te Allahu Gjilluala, që e lëndove. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Koha ka mbaru vezër për zënginat, ka muhabet shumë, por se nëse në mëson Allahu dhe një rastësi tjetër, me ka që përfundojnë, alusë për Allahu të barek e vëtala, që Allahu Gjilluala në ba prej atyre sët i kanë zemrat e gjymerta, zemrat fisnike, alusë për Allahu të barek e vëtala, që Allahu Gjillalu pasënik musliman vë Allahu të ban të gjymert të fisnike, alusë për Allahu të barek e vëtala, që Zoti on Gjillalu në mundëson që agjerimin tonë Allahu të ban kabul, alusë për Allahu të barek e vëtala, që Allahu Gjillalu në mundëson që të amrina 10 e fundit, të amrina natën e qadrit, e kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.